I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë procesit të edukimit, gjatë procesit të pedagogjisë si pedagog, ai provoi me ngritë, me ndërtu imanin tek shokët e tij, tek besimtarët. Dhe ky proces u ndërtua dhe u ngrit mbi 3 komponente kryesore, thon dietarët islam. Komponenti i parë është komponenti i dijes, komponenti i dytë është komponenti që ka të bëjë me anën shpirtërore dhe komponenti i tretë ka të bëjë me sjelljen. Këtu kur themi sjelljen, këtu hyn edhe morali dhe etika, mirë po me atë mirësjelljen. Që duhet ta kemi në konsiderat se si sillemi me të tjerët. Do të thonë ato 3 komponente që do të ndalem tek secila kalimthi. Komponenti i parë që ka të bëjë me dijen, me diturinë, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Për arsye se vegim duhet ta kemi parasysh një gjë. Besimi nuk është vetëm çështje e ndjenjave. Se dikush e percepton dhe e koncepton besimin një çështje e ndjenjave. Unë besoj nga se në momentin kur unë besoj, ky besim me bën të ndihem mirë. Është ndjenjë mirë me qenë besimtar. Bukur, nuk ka dyshim, nuk ka dilemë se është ndjenjë mirë me qenë besimtar. Dhe nuk ka dyshim se pikërisht besimi dhuron dhe nga frytet e besimit janë ato ndjenjat e mira. Rahatia, lumturia, optimizmi, ku ta diuni. Mirë po, besimi dhe imani nuk është vetëm çështje e ndjenjave. Nuk është vetëm çështje spirituale. Mirë po është edhe çështje e cila duhet të ndërtohet mbi dije, mbi argumente, mbi informacione që janë të bazuara në dituri. Në të kundërtën, atëherë ky besim do të jetë shumë në krizë. Po e zojmë se nëse në momentin vjen dikush i cili ka nga eksperienca e tij ai ka përjetuar një ndjenjë më të mirë se sa ti. Atëherë kjo i bie që ti pas ke me çu dorë nga ajo ndjenja jote, edhe pas ke me përqafu një ndjenjë më të mirë që dikush nga përvoja e tij e ka përjetuar një ndjenjë më të mirë se sa ti. Dhe pikërisht është ajo ana e diturisë, janë ato dijet e nevojshme që ty të bëjnë me qenë i bindur. Prandaj është interesant edhe prej mësimeve të para të cilat i ka mësuar pejgamberi nga Allahu te baraka wa taala në këtë aspekt është ku Allahu e porosit të dërguarin tonë në kapitullin Muhammed ayatin 19 fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Dije, do thotë Allahu dhul jalal kur i flet pejgamberit alayhisalam për njëshmërinë ndaj krijuesit. Dije se nuk ka zot i cili meriton adhurimin me merit tjetër pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Kërko falje për mëkatet e tua. Mirë po, para kësaj, Allahu dhul jalal e përmendi dije. Ke të bindu.